Sot është dita e çlirimit. Emër Jezu. Ky nuk është traileri një filmi horror të sapo dal në kinema, por ajo që ndodh çdo të diel në Drek në katin 9 toksor të një vile në rrugën kryesore të Saukut, përpara syve të disa dhjetra dishepujve të pastor Kastriot Sinaj, krye ekzorcisti i kishës katolike të të gjitha kombeve. Në emër të Jezu Krishtit. Me fuqitë e tij dhuratë e Zotit, pastor Kastrioti çliron shpirtrat e besimtarëve nga djalli. Çlirou në emër të Jezu Krishtit. Ike, marove, sot marove. Je e lirë në emër të Jezu Krishtit. Je e lirë. Dhe ata ja kthejnë sakrificën me devotshmëri, duke e adhuruar si një shenjtor. Të gjithë ata që do më ndjekin në të vërtetën e besim, do bëjnë më të mëdha nga ato që u bëj. Pastor Kastrioti nga Bilçi i Beratit emigroi në moshën 18 vjeçare në Greqi dhe aty u njoh me njeriun e Perëndis Hari, i cili e ftoi të bëjë një nga dishepujt e tij. Ο αδερφός Καστριot Sinai. Kur erdhi ora, momenti, vajta unë tek profet Hari që kam përshakuar aty lart, fola, edhe kisha makinë, shtëpi, i martuar me fëmijë, lek, sa dush, doja, haja sa doja pija që doja veja ku doja. Po kjo nuk më përmbushte mua. Ma tha, Kastriot, do vish të bësh dishepull këtu në kishë. Unë thash, vit bëm dishepull këtu në kishë. Unë marr 1500 euro rrogë. Unë kam grum, kam fëmijë, kam shtëpi, kam gjithçka. Problem gjithë njerëz. Mos u përgjigj. Aha, shko, mendoj, luti Zotit dhe hajde. Dhe pasi Kastrioti u mendua dhe ju lut Zotit, nisi trajnimin në ndikimin e frymës së shenjtë. Mbas 8 vjetësh, më tha profet Hari, më tha Kastriot, aty do të shkosh në Malta, të lutesh, që Zoti të japi atë çka për të dhënë. Shkova në Maltë, u luta 3 ditë me agjerim, pa ngrënë papir, e lutesh o Zot, edhe erdhi dita e tretë në darkë, më ra fuqit, gjithçka, po lutesh o Zot tash. Unë do vdes këtu. Qofse ti je i vërtet tash, dhe gjithë kjo botë tash, thot emrin tënd tash, edhe beson në ty tash. Çfarë mu duhet të di, duhet të dëgjoj zërin tënd. Ishte në pas ditë në ora 6, vjen një dishepull, shkon mua, unë isha skapitur isha. 3 ditë pa ngrënë papir, më tha familje, mirë tash. Do vish më tha apo do rish. Unë nuk vi tash unë. Vetëm të vdekur do më marr, do më merr deri këtu tash. Qofse ka Zot tash unë, le ta tregoj veten e tij. Ma paje kështu muaj. Në ditën e 4 në darkë vonë, isha raskapitur, aty me fjalë pata takimin me qelën. Aty mu dha misionin, aty pash gjithçka, aty mu dha gjithçka, dëgjova gjithçka. Edhe unë pastaj rash, pastaj më rat fikt. U ngrita i shkruajta të gjitha, çau dha. Ditën tjetër më gjetëm të shtrirë mërdhe, më morë, pa shkova në shtëpi, u shplodha, engra pak sup, piva pak ujë, avash, erdhi diella, unë dola pastaj predikova fjalën e Perëndis, edhe lutesha aty, filluan bam. Ai bëri me zyrë si të gjitha bam. Në shtator të vitit 2023, Perëndia e vajosi për të bërë një misionar. Mëtej, pastori shqiptar nisi shërbesën me shenja dhe mrekulli të mëdha, duke u bërë kanal drite në mes të errësirës, kanal shërimi aty ku ka sëmundje dhe kanal shprese aty ku ka dëshpërim. Si në rastin e këtij 23 vjeçari të pushtuar nga demonët. Çfarë ke shkaktuar në jetën e tij? Dhe të shëruar nga fuqia prej ekzorcisti e pastorit. Për këtë të ri do të flasim pak më vonë, sepse tani është momenti të shkojmë vetë ta njohim pastorin mrekullibërës. Hapi i parë drejt pastrimit të shpirtit në kishën katolike të të gjitha kombeve është një takim në zyrën e regjistrimit të besimtarëve. Aty ku pyetjet janë nga më interesante dhe hallet duhet të tregohen të gjitha, nga fillimi deri në fund. Si jeni juve? Faleminderit, nga Elbasan. Emri im është Hëna. Juve? Kristina. Cili është problemi që të solli këtu? Jam shumë e mbyllur në vetvete, shpeshherë kam kështu ndjesi ankthi, kam filluar nuk dal më as me shoqëri, kam një dhimbje koke kështu të vazhdueshme që nuk e kam patur. Çka në jetën tënde apo erdhi papritur? Kam pas përjetuar një zënk me dashurin që kisha dhe pastaj çdo gjë filloi ndryshoi. Sa kohë lidhje kishit? Kishim rreth 2 vite. Ëndrat e tua si janë? Kur flej gjumë fleqet? Jo, shoh dhe ëndra. Shpeshherë nuk u jap dot kuptim, po janë disi të frikshme, domethënë gjëra që të ngrihen kështu si makse, trembësh. Në dhomë do errësirë apo thjesht do qetësinë tënde? Dua qetësi. Për Jezusin nuk është asnjë gjë. I merr dhe i heq këto gjëra. Do t'japi çlirimin Zotit. Nga këto për ti duhet të qëndrosh në fjalën e Tij, të lexosh pak Biblën në darkë, çoj në lutje dhe Zoti do të tregojë se Zoti është shumë i mirë, nuk do që ti të vuash për një shumë. Një predikim i shpejt nga Hëna, bashkëshortja e pastor Kastriotit, e cila duket
duket se ngatron pak sa dogmën e kishës me hedhjen e fallit. Ka ardhur një kohë tani që po ndahen dhe me fëmijë njerëzit. Edhe ndodh, nuk është gjë e mirë, por ndodh. Ti do dalësh në lutje, do marrësh lutje, do marrësh përgjigje nga Zoti, do marrësh atë që Zoti ka përgatitur. Po unë thjesht po të them mbas lutjes që ti të luash rolin tënd si femër. E kuptoj, po e kam më shumë për këto pastojat që kam, domethënë që ndjesit, dhimbjet kokës e këto gjëra që Kto do i marri Zoti, do t'i heqi. Dëgjoj shumë njerëz nga kaq shumë vitesh, humb njëra një djalë dhe kërkon të vetë vrasë për një djalë. Ka vlerë të vrasësh ti vetëm për një person? Ti erdhe tek Zoti, do njohësh Zotin, do njohësh dashurinë e Tij, fjalën e Tij, edhe Zoti do të ndryshojë jetën tënde dhe do të ndryshojë edhe jetën e personit tjetër. Edhe unë kështu me këtë besim kam ardhur. Kem një ndjenjë, një lehtësim. Do kesh lehtësim, do kesh se Zoti të do, edhe problemet të saj janë, do thuash wow, ku isha? Nëse në orën 12 fillon. Të vret të rezolvim. Kjo është shenja që do punosh në vijën e lutjes. Ju shprajmë si më tematike migren, anë, sulme në gjumë, nevra dhe breakthrough. Breakthrough është depërtimi i jetën tënde. Dhe pasi zonja Hëna nëpërmjet një seance psikoterapie ka marrë vesh disa gjëra personale tonat, me sa duket ja ka treguar të gjitha pastorit, i cili na i përsërit një ditë më vonë, pasi përfundon ritualin e pastrimit të shpirtit në prani të dishepujve të tij. Në emër të Jezu Krishtit. Mund të flas? Sulëm në ëndër, lavdin e Perëndis. Burr në ëndër. Flenë në gjumë, flenë, edhe shfaqet një burr edhe janë të detyruar krijojnë marrëdhënie. Frymërat e tyre i detyruar. Ke nevojë për Jezus. Duhet të lutesh më shumë, duhet të lexosh më shumë. Përdore Perëndin për lavdin tënde. Je e lirë. E kot t'ju them që i gjeti të gjitha. Duket që lidhja e pastorit me Zotin është vertikale. Më pas është rradha e një zonje të pushtuar keq nga djalli. Demonët kanë hyrë në trupin e saj dhe përplasen me gërsi me pastor Kastriotin. Folë! Ne? Folë! Po do të gjëmë. Ha? Folë! Çfarë ndodh? Korrekt. Sot do shkoj. Hajde këtu, ne? Folë! Jezu Krishti është me kapë. Pikoja. Folë! Kush je ti pranë asaj? Do më tregon. Ja. Folë! Kush je ti pranë asaj? Kush je? Jezu Krishti do të shkojë. Kush je pranë asaj? Dhe si u fute pranë asaj? Jo e po Krishti nuk ishte. Aha. Po se kam marrë? Se ka është i. Kush je ti pranë? Se e ndave në ty. Se ajo e do të shumë. Ajo e kërkote ku do më kamë në të pa. Ha, do t'a gjej sot. Kush je ti pranë asaj? Ti ku do me gjithë. Ha? Ti ku do me. Ne? Ti do arrestohesh sot. Dhe do jesh në ditën e gjyqit. Fol, kush je ti pranë asaj? Ha? Ne? Ne? Fol! Zjarë në së shek! Zjarë! Si e more! Dhe më shak. Si e more! Tu fol! Më në fund, pastori egzorcist i armatosur me besim dhe vendosmëri arrin ta smbrap satanaj në trupin e gruas. Sot, do flas. Ti puta. Yes? Ti puta. Ne? Fol! Ti e zero idiot. Si u hunde për nëse? Kishte zero të pasër. Ashtu puta. Ti së ndarë. Qatë E po shkërë. Qatë pengon ty kur kjo bëndë Se mirë? sto. Satani nuk do që të bëndë mirë. Një lloj si në filma, e mira po triumfon mbi të keqen, dhe kjo fal pastorit mrekulli bërës nga Bilçi i Beratit. Shtoj. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Në emër të Jezu Krishtit. Jemi në emër të Jezu. Kjo ditë e pare jona pranë pastorit egzorcist u mbyll me dhënien e ofertave që do të shërbejnë për ngritjen dhe lartësimin e kishës katolike të gjitha kombeve. Ndoshta ditën e dytë gjëra do të na bëhen më të qarta. Prandaj na duhet të presim një javë, kur me shumë entuziazëm u rikthyem për të pastruar shpirtin. Çfarë ke bërë? Çfarë ke bërë? Do flasësh. Ne për të Jezu Krishtit.
Do shkosh në ferë. Biljetin e mërë. Biljetin e mërë. Jeli. Vetëm që ty ma përtetoj. Votër të pagova gjë? Të dash një lek? Asgjë. Amen. Edhe këtë të diel e përsia e pastorit mbi djallin është e dukshme, që në nisje jemi 1-0. Forca pastor! Por tani është momenti kulminant i kësaj dite që ka nisur e ngarkuar për pastorin. Satanai ka pushtuar trupin e një të riu i cili është nënshtruar plotësisht demonëve të tij. Pritet një duel vërtet i ashpër. A do të triumfojë mira mbi të keqen? Drita mbi errësirën? Pastor Kastrioti mbi djallin? Le ta shohim. Ne? Kush je ti brenda ti? Ti frym satanike, ti frym depresion, ti frym frikë. Fol. Jo, flas. A? Jo. Kush je ti brenda ti? A? Më tregoj. Do tregosh. Djalli po reziston me dinakërinë që e karakterizon, por edhe kurajo e pastor Kastriotit është në lartësinë e duhur. Je i arrestuar, nuk mund të ikësh tot. Por Jo. çfarë ke bërë aty? A? Asgjë. Në çfarë mënyre ke shkatëruar? A? Si hyre brenda ti? Sa tregoj. Fol me më. Më në fund, pas shumë mundimesh, momenti i çlirimit të shpirtit po afron edhe për Jozefin, të riun i cili edhe pse ka emrin e burrit që rriti dhe dokoi Jezusin me shumë dashuri, kishte brenda trupit forcat e errta të mbretërisë së Satanait. Ne? Je i lirë. Për pastor Kastriotin, një rezultat i pastër që nuk lë asnjë vend për dyshime. Djalli është në nokaut. Jozefi u bë një udhëheqës shumë i madh. Ne duam për lavdinë e Perëndisë të dëgjojmë mesazhin sot, sepse u jep një dëshmi përpara Perëndisë dhe shumë njerëz janë në të njëjtën situatë. Sepse shumë njerëz mendojnë tani që këto gjëra që ndodhin paguhet lehtë. Thonë që është fryma e Perëndisë. Do shkojmë para kamerës së të vërtetësi të ta japim në teknikë. Shikojmë ditën e një ditë që lajmërojmë Perëndisë. Por pas gjithë kësaj betejë të paepur, Jozefi duhej të bënte falenderimin për shpëtimtarin e shpirtit. Me një video që u publikua nga faqja zyrtare e Kishës Katolike të të gjitha kombeve Dega Sau. Për ditën që tani jam i vetëdijshëm dhe shumë i lirë. Janë shumë falendërues ndaj jush, ndaj Zotit, që në ndryshoj veten time nga e keqja, duke marrë energji pozitive. Faleminderit Jezus. Tashmë, i riu në fjalë është çliruar plotësisht nga demonët që e kishin pushtuar. Në fakt, Jozefi nuk ka patur dhe fatmirësisht nuk ka as sot të kësaj dite, as një shqetësim të ngjashëm nga ato që demonstroi duke aktruar përpara pastorit, sepse në fakt është pjesë e stafit ton. Dhe një lloj si Jozefi që aktroi për të zbuluar truket e këtij zotërie brenda Kishës Katolike të të gjitha kombeve, duket se ka një numër të konsiderueshëm personash që në bashkëpunim me të vetëquajturin pastor aktrojnë çdo të diel përballë 10 personave. Po se nuk ka ndonjë gjë të keqe. Unë u argëtova. Në realitet ka, edhe shumë madje. Imagjinoni pak persona në nevojë që kërkojnë të ndreqin jetën e tyre, persona të sëmurë, në depresion, të zhgënjur nga jeta për një arsye apo një tjetër, të cilët ky i veçpallur njeri i Perëndis i bën të besojnë që po komandohen nga djalli. Prandaj duhet të kërkojnë shpëtim tek metodat e tij shesharake me fraza standarde, të mësuara përmendësh në ndonjë skull të Greqisë, ku ka qenë emigrant për shumë vite. Mjafton të shohim këto video gjatë qëndrimit të tij në Greqi për të kuptuar metodat e tij të mashtrimit me disa veprime bazike egzorcizmi, me gjas të mësuara në internet, ndërkohë që përballë ka emigrant hallexhin, të cilët imagjinohet lehtë se me çfarë çmimi mund të jenë rekrutuar. Jo fadas!
Έξω στο όνομα του Ιησού. Out of her in the name Έξω. of Jesus Christ. Είσαι ελεύθερη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Dhe mos mendoni se kjo luftë me djallin imagjinar bëhet për hobi apo për famë. Sepse besimtarët kanë detyrimin moral ta shpërblejnë pastorin e tyre për sakrificën e përjavshme që bën. Prandaj edhe kontribuojnë secili maj sa munden. Le ta drejt në ajër, ta bërkojmë. Amen. Në fakt, ato që ju treguam janë asgjë përpara këtyre skenave që do të shihni tani, në të cilat përfshihen fëmijët. Kjo vajzë është jo më shumë se 10 vjeçe dhe është dukshëm e trembur nga rituali i largimit të djallit që po kryen pastori me të. Ndërsa kjo vogëlushe 6 apo 7 vjeçare është aq e terrorizuar sa nis të qaj me dënes përballë britmave të pastor Kastriotit, i cili kërkon me çdo kusht t'ia largojë djallin nga trupi. Këta 10 persona, shumica me probleme me vetbesimin dhe pa shpresa për të ardhmen, e kërkojnë dritën në fund të tunelit te ky individ që vetë deklarohet si i dërguar i Zotit, dhe kjo është zgjedhja e tyre. Por kur në këtë teatër absurdi përfshihen fëmijët, të cilët kërkojnë t'ju injektojnë histori me ëngjëj dhe djaj në një bodrum në Sauk, atëherë jemi përpara një manipulimi ndaj të cilit dikush duhet të ndërhyjë. Jam Avi, vi nga Piranjat. Më keni thënë para disa kohësh që unë shikoj mafre. Shikoj në burr në ëndër dhe ai tenton të kryejë marrëdhënie me mua. Kjo nuk është e vërtetë. Po ju e pranuat, s'është gjë. Gjithashtu kolegu im i keni thënë që është i demonizuar, është i pushtuar nga djajt dhe ju keni kryer gjithë të rritët tuaja që do ta çlironi. Kjo ishte në sy të njerëzve këtu, nuk fsheva diçka, edhe s'kam se fshe diçka. Në fakt ky ishte një aktrim. Ju po i përdorni këta njerëz, po përfitoni nga hallet që kanë, po terrorizoni fëmijët. E dini që këta fëmijë mund të pasojnë trauma të pariparueshme? Jo, nuk është. Pretendoni që këdo ta shpëtoni në këtë mënyrë nga djajt? Jo, e ke gabim. E ke gabim. Ky është një kish, është një institucion. Unë nuk kam pru njeri me zor këtu. Çdo njeri që vjen me dëshirën e vet, më kupton? Patjetër. Ju po i mashtroni njerëz. Nuk mashtroj njeri. Mos më prek, mos më prek. Jam një gazetar, mos më prekni, mos më prekni. Ju lutem, mos më prek. Zoti Kastrot, mund të jepni një përgjigje. Zoti Kastrot, të lutem, mund të japësh një përgjigje. Si bëni këto gjë në sy të fëmijëve? A nuk mendoni se po i traumatizoni këta? Mjaftojnë vetëm pak fraza që grupi i mbështetësve të pastorit të reagojnë me agresivitet. Kuptohet, duke gjetur djallin brenda nesh. Satan, sporrën emri Jezus, kaloj jashtë në vëtë. Nga ky moment, situata bëhet kaotike dhe të gjithë duan të flasin e të nashtojnë jashtë hyrjes së ambientit. Duke bërë disa pyetje dhe ju po ktheheni me dhurë. Është koha momenti dur. Nuk mund të flisni ti. Ti po shërbes njerëzit shumë. Sa ju e paguaj vatria? Sa leka ti sa të paguaj për gjithë? Vërtet jam unë aq i aftë se Zoti mua të më përdori për lavdin e tij? Pikërisht.